Pavarësisht vlerave dhe kulturës së përbashkët që bashkojnë kontinentin, Europa vijon të përballet me pabarazi të theksuara në të ardhura. Ndonse ndeku po ngushtohet kur përshtatet për fuqinë blerëse, dallimet midis vendeve mbeten të konsiderueshme. Gjatë viteve të fundit, familjet europiane janë përballur me një krizë të madhe të kostos së jetesës, e nxitur nga pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe tronditjet e zinxhirëve të furnizimit pas pandemisë. Sipas të dhënave të vitit 2024, të ardhurat neto mesatare të ekuivalentuara, një tregues që llogarit të ardhurat për person duke marrë parasysh madhësinë e familjes dhe tatimet, variojnë nga 3.910 euro në Maqedoninë e Veriut deri në 50.799 euro në Luksemburg. Brenda Bashkimit Evropian, Bullgaria regjistron nivelin më të ulët me 7.811 euro, ndërsa mesatarja e Unionit është 21.582 euro. Pas Luksemburgut, në krye të renditjes qëndrojnë Zvicra dhe Norvegjia, të ndjekura nga Danimarka, Austria, Irlanda, Holanda dhe Belgjika, me të ardhura mes 30.000 dhe 35.000 euro. Më tej renditen Finlanda, Gjermania, Suedia dhe Franca, të gjitha mbi mesatarin e Bashkimit Evropian. Në anën tjetër të spektrit, Maqedonia e Veriut, Turqia dhe Malizi mbeten në fund të listës, ndërsa Hungaria dhe Rumania, përkrah Bullgarisë, regjistrojnë të ardhura 90.000 euro. Shifra tregojnë një ndarje të qartë gjeografike. Vendet e Europës perëndimore dhe veriore gëzojnë standarde jetese dukshëm më të larta se sa ato të Europës lindore dhe jugore. Hendeku midis Luksemburgut dhe Bullgarisë kalon 40.000 euro. Sipas ekonomistëve, produktiviteti dhe përbërja industriale luajnë një rol kyç. Vendet me sektor me vlerë të lartë si financa, teknologjia apo prodhimi përparuar mund të përballojnë paga më të larta, ndërsa ekonomitë të mbështetura në bujqësi apo shërbime bazë paguajnë më pak, u shprehën ata.